Dashi, një ditë e mbushur me ngrohtësi pret që të përqafoni magjinë e festave. Zemra juaj do të ndriçojë duke u dhuruar dashuri njerëzve të afërt. Merrni kohë për të reflektuar mbi arritjet e këtij viti dhe të planifikoni me qetësi për të ardhmen. Një surprizë e vogël financiare mund t'ju sjellë gëzim, ndaj mbani sytë hapur për mundësi të papritura. Në punë, është momenti i duhur për të ngritur një ide që e keni mbajtur në mendje prej kohësh, mund të jeni në prag të një fillimi të ri. Ndjesitë tuaja emocionale do të jenë të thella dhe është mirë të gjeni kohë për të relaksuar me një libër apo muzikë të preferuar. Lejoni energjitë pozitive të drejtojnë rrugën tuaj sot. Demi, këtë ditë të Krishtlindjes ndjeni nostalgji dhe ngrohtësi të veçantë në zemër. Koha me familjen do jetë burimi i gëzimit dhe i momenteve të paharrueshme. Kujdesuni për ata që doni, duke i përgëzuar me fjalë të ëmbla dhe vëmendje të veçantë. Në punë, qëndroni të qetë dhe të fokusuar, pasi mund të vinë mundësi të reja për të shfrytëzuar në vijim. Financat janë të qeta, por tregoni kujdes me shpenzimet impulsive. Meditoni për qëllimet tuaja të ardhshme dhe përpiquni të krijoni një plan të mirëfillt për vitin e ri. Në dashuri, lejoni që ndjenjat të rrjedhin natyrshëm dhe mos hezitoni të shprehni atë që ndjeni. Jeni të hapur për biseda të thella që mund të forcojnë marrëdhëniet tuaja. Binjakët, në këtë ditë të veçantë, zemra juaj ndriçon më shumë se kurrë, duke sjellë gëzim tek ata që ju rrethojnë. Ndani momentet e mira me të dashurit tuaj dhe shijoni afërsinë e tyre. Nëse jeni me një marrëdhënie, ky është çasti për të ndarë mendime të thella dhe për të forcuar lidhjen. Në aspektin profesional, mos u shqetësoni për çështjet që nuk i keni në dorë tani. Lejoni energjinë e ditës të mbush mendjen tuaj me qetësi dhe reflektim. Financat tuaja janë në një fazë stabiliteti, por mos harroni të bëni plane për të ardhmen. Ndihuni të lirë të shprehni krijimtarinë tuaj, pasi imagjinata është aleatja më e mirë sot. Relaksohuni dhe lejoni shpirtin të fluturojë i lehtë. Daforia. Dita e Krishtlindjeve të sjellë një ndjenjë të veçantë ngrohtësie dhe harmoni. Familja dhe miqt janë ylli i ditës për ty dhe më shumë se kurrë ndjen nevojën për të qenë pranë tyre. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të përforcojë lidhjet tuaja. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë, edhe pse je në ditë pushimi, mendimet për projektet e ardhshme të mbushin me entuziazëm. Merr kohë për të reflektuar mbi sukseset e tua dhe planifiko hapat e ardhshëm. Financat janë të qëndrueshme, por mos u tund nga shpenzimet e tepërta festive. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rigjenerosh energjitë dhe të rifitosh qetësinë e brendshme. Luani. Në këtë ditë magjike feste, drita e brendshme ndriçon më shumë se zakonisht. Kujdesuni për marrëdhëniet tuaja, sepse dashuria kërkon përkujdesje dhe vëmendje të veçantë. Tregoni ndjenjat tuaja pa hezitim dhe përfitoni nga atmosfera festive për të shprehur vlerësimin ndaj të dashurve. Në punë, qëndroni të përqendruar pasi mund të lindin mundësi të papritura që do të kërkojnë zgjuarsi dhe vendosmëri. Financat do të përfitojnë nga një qasje e kujdesshme, prandaj analizoni me maturi shpenzimet e kësaj periudhe. Meditimi dhe reflektimi do të jenë shoqërues besnik, duke ju ndihmuar të zbuloni paqen e brendshme. Lërini emocionet ju udhëheqin, sepse instinktet janë aleati më i mirë sot. Festa sjell qetësi në shpirt dhe ngrohtësi në zemër. Virgjëresha. Ndërsa drita e Krishtlindjes ndriçon ditën, sot ndjen një harmoni të thellë brenda vetes. Në çështje të zemrës, është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat me të dashurit. Komunikimi i sinqert sjell afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, përqendrimi juaj dhe vëmendja ndaj detajeve do të vlerësohen shumë. Një ide e vogël mund të transformohet në një sukses të madh nëse i kushtoni vëmendjen e duhur. Në aspektin financiar, qëndrimi i matur do t'ju ndihmojë të shmangni shpenzime të panevojshme, duke ruajtur stabilitetin. Ndjesitë e përgjithshme janë të përziera me një ndjenjë falënderimi dhe qetësie. Merrni kohë për të relaksuar e për të reflektuar mbi arritjet e këtij viti dhe planifikoni me guxim për të ardhmen. Dëshorja. Më 25 dhjetor, dielli shkëlqen mbi mundësi të reja dhe zemra juaj ndihet plot me dashuri. Kjo ditë ka potencial për të sjellë një harmoni të ëmbël në marrëdhëniet tuaja personale. Përqafoni ata që doni dhe mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, përpiquni të mbani një qëndrim pozitiv dhe të bashkëpunoni me kolegët. Sfidat e vogla do të shndërrohen në mundësi të mëdha, nëse i shikoni me sy optimisti. Në aspektin financiar, merrni vendime të menduara dhe shmangni blerjet impulsive. Sot është një ditë për të përqendruar në momentet e lumtura dhe për të ndjerë mirënjohje për gjithçka që keni. Lejoni veten të përjetoni gëzimin e festës dhe të ndjeni frymëzim për vitin që vjen. Akrepi.
Një ditë e veçantë të prerë ku emocionet dhe reflektimet do të ndërthuren me njëra tjetrën. Në dashuri mund të ndjesh nevojën për të komunikuar më thellë me partnerin. Mos hezito të shprehësh ndjenjat e tua, pasi ky hap do t'ju afrojë më shumë. Në aspektin profesional, qëndro i fokusuar. Një ide e re mund të shfaqet, e cila kërkon vëmendjen tënde për të realizuar në mënyrën më të mirë. Financat duken të qëndrueshme, por ki kujdes të mos shpenzosh më shumë nga sa ke planifikuar. Një pushim i shkurtër, ndoshta me një kafe të ngrohtë, do të rigjallërojë energjitë e tua. Lejoje veten të përjetojë momentet e vogla të lumturisë dhe të gëzosh praninë e njerëzve të dashur përreth teje. Shigjetari. Në këtë ditë festive, zemra jote do të rrahë me ritëm të veçantë, duke tërhequr afër ata që kanë rëndësi për ty në dashuri, përkushtohu më shumë kohës me partnerin, duke krijuar momente të paharrueshme. Karriera do të mund të presë, ndërsa ti gëzon çdo çast që ofron dita. Përfitoni nga ky pushim për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të planifikuar me kujdes hapat e ardhshëm. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e mëdha sot. Shpirti yt është i lirë dhe aventura të fton, qoftë edhe në mënyrë simbolike përmes një libri të ri. Kujdesu për shëndetin duke e mbajtur veten të hidratuar dhe të relaksuar. Shijoje çdo moment dhe lejo magjinë e festave të ta mbush shpirtin me gëzim. Britsjapi. Në këtë ditë të magjishme festash, përkushtimi ndaj familjes dhe miqve ndihet më fort se kurrë. Ndjenjat e ngrohtësisë dhe dashurisë rrethojnë zemrën tuaj, duke ju bërë të ndjeheni të vlerësuar. Në marrëdhëniet romantike, një bisedë e hapur dhe e sinqertë do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, një ngarkesë e vogël mund t'ju vendosë në provë, por aftësitë tuaja organizative do t'ju ndihmojnë të kaloni gjithçka me sukses. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepërta për të ruajtur ekuilibrin. Lërni hapësirë për pak relaksim dhe reflektoni mbi arritjet tuaja. Kjo do të ushqejë shpirtin dhe do t'ju përgatiti për sfidat e reja që sjell viti i ardhshëm. Gëzoni momentet e thjeshta dhe ngrohtësinë që ofron sot. Ujori. Dita e sotme do të jetë një oazë qetësie në mesin e shurmës festive. Një moment reflektimi do të të ndihmojë të kuptosh se sa shumë dashuri dhe mbështetje ke rreth teje. Përpiqu t'i kushtosh kohë njerëzve të dashur dhe të ndash momente të veçanta me ta. Në çështjet e punës, ide të reja do të lulëzojnë, por ki kujdes që të mos i ndjekësh të gjitha njëherësh. Kujdesi në financa është i rëndësishëm, prandaj shmang shpenzimet e parsyeshme. Sot është dita për të dëgjuar muzikën e zemrës dhe për të ndjerë gëzimin e momentit. Kujdesu për veten, merr frymë thellë dhe lëri mendimet e bukura të mbushin shpirtin. Kjo është një kohë e çmuar për të ndjerë paqe dhe plotësi. Peshit. Sot do të ndihesh i lidhur me ata që do, veçanërisht në ambientin familjar, ku dashuria dhe harmonia do mbizotërojnë. Nëse ke plane për të festuar, përpiqu të qëndrosh pranë atyre që të frymëzojnë. Është një ditë e mirë për të reflektuar mbi vitin që po mbyllet, teksa përpiqesh të gjesh balancën mes ëndrave dhe realitetit. Duke qenë se gjendesh në një fazë ku kreativiteti lulëzon, shfrytëzo mundësitë që të ofrohen për të sjellë ide të reja në punë. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të kujdesesh për shpenzimet e tepërta. Gjatë mbrëmjes, gjeni momentet për qetësi dhe meditim, duke u kujtuar vetes rëndësinë e paqes së brendshme.